Në prag të festës së Pashkës ortodokse, qyteti i Korçës është gjallëruar nga ngjyrat, aromat dhe simbolika e traditës, përmes organizimit të panairit të pranverës, një aktivitet që i jep një tjetër ritëm jetës qytetare dhe rikthen në fokus vlerat e trashëguara ndër vite. I vendosur në sheshin para katedrales, panairi është shndërruar në një pikë takimi për qytetarë të gjitha moshave, por edhe për vizitorë që duan të përjetojnë nga afër atmosferën e festës. Stendat e ngritura përgjatë sheshit sjellin një larmi punimesh artizanale, ku mbizotërojnë enët prej balte, të punuara me dorë nga mjeshtër të zonës. Krahas tyre ekspozohen edhe qirinj, zbukurime dhe element simbolik që lidhen drejt për drejt me Pashkën. Për shumë besimtar, këto objekte nuk janë thjesht dekor, por mbartin kuptime të thella shpirtërore dhe traditë të trashëguar brez pas brezi. Balta simbolizon tokën, ku njeriu rritet dhe vdes. Dhe dihet që toka është sjellja e të gjithë të mirave të njerëzimit. Pa tokën nuk do ekzistonte asgjë, apo jo? Prandaj blejmë baltën edhe qirinjtë e Pashkës, i blejmë. Është diçka e mirë që sjell fat në shtëpi, që sjell fat edhe për fëmijët, edhe qirinjtë, pavarësisht se mund t'i kemi larg fëmijët, ju blejmë dhe u ndezim këtu sepse këtu i kanë rrenjët. I ndisni të shtunën mbrëma? Të shtunë mbrëma në 12. Kur bëhet liturgjia që fillon që më 7, ose edhe që më 5 mund të filloj, po më 7 fillon deri më 12. Në 12 prifti jep atë dritën e Krishtit dhe të tërë qirinjtë që jemi këtu në shesh, i tezim dhe në atë dritë ne vemi në shtëpi. Dhe drita na përfaqëson pratë jetën. Drita që shpije me shita. Të premte ne nuk bëjmë asnjë lloj pune. Sepse një fjalë e urtë që mbase jam dhe qik me vjetër se edhe jam me vjetër se këto thoshte edhe zogu nuk bën fole, kështu që të premte së mos Korça nuk punojnë vetëm, vjen në 3 kisha, falen, dhe ajo është puna tonë. Në shtëpi nuk zjehet, më thënë që të balosh ose të bash punë të rënda, sepse është dita e arrimit të Krishtit. Dhe kur varoset Krishti është si një e keqe që mund në ndodhë në familje tona, që atë ditë të tërë jemi të mërzitur, të tërë kemi humbur një njeriu ton të afërt, kështu dhe Krishti është i afërt një ton dhe ne atë ditë në bëjmë. Pastaja dihet që bëhen magjericat, bëhen mishi pjekur për të dielën, që shtrohet tavolina, dhe këto janë dhe buka me qiqer më falë që merret edhe shtrohet në tavolinë. Buka me qiqer simbolizon begati. Qoftë një javë e bekuar për të gjithë shqiptarët, jo vetëm ne që jemi këtu. Edhe këtë po e themi me dhimbje, po për të gjithë fëmijëtarët që kemi jashtë. Traditat e Pashkës në Korçë vijojnë të ruhen me përkushtim, duke nisur që nga dita e enjte, kur lyen vezët, deri te pjesëmarrja në ritualet fetare dhe përgatitja e ushqimeve karakteristike. E premtja konsiderohet ditë zije, ndërsa e shtuara në mesnat shënon momentin kulmor me marrjen e dritës së shenjtë. Blem gjërat e baltit, blem në një poç, në një si këto që janë. Kush janë gjërat e baltit? Po se thonë nga balta kemi erdhur dhe në baltë do ikim. Edhe kështu që kjo është ajo tradita jonë. Gjithë to ditë neve dalim këtu në kish, vim. Pastaja ditën e enjte skuqim vezët. Të premten dhe të shtunë do porositim bukën e Pashkës, që bëhet bukë me qiqer, që bëhet me vezë në mes. Pastaja të shtunë vim këtu në kishë, në darkë, në orën 12 ne kur del kisha këtu, ne bas asaja shkojmë dhe bëjmë magjiricën me të brendshme të shqeras, edhe amë darkën aty dhe në drek, pastaj ditën e dielë bëhet dreka familjare që pjekim shqerën. Për qytetarët, blerja e enëve prej balte dhe qirinjve është pjesë e pandashme e kësaj periudhe, një zakon që besohet se sjell mbarësi dhe begati në familje. Në panairi marrim ndonjë baltë, është simbol i Pashkës, qirinj, edhe gjërat vezët ato i bëjmë të enjten, bëjmë në kish, pastaj falem, bëjmë. Ju e fusni vit për vit balta në shtëpi? Po, për vit, vjen mbarësi. Është gjë më e mirë e Pashkës. Zoti na ka bekuar, ju bësha kurban. Të gjithë shqiptarët që janë në gjithë botën,
larg nga lufta e nga të tëra, të kenë mirësi, mbarësi dhe shëndete dhe gjithë të mira të botës të kemi. Atmosfera e panairit dëshmon edhe një herë harmoninë fetare që karakterizon qytetin e Korçës, ku festat nuk i ndajnë njerëzit, por i bashkojnë. Qenë traditave e në kohën kur që ai tani nuk i shkëputim këto ferat neve se punë të Zotit e kështu që. Çfarë do blini në diçka prej balte? Po, është simbolizon atë dashurinë, harmoninë e fesë të tëra. E merrni çdo vit baltën e fusni në E shtëpi? marrim po. Se fundi një zotësh, neve këto festat i kemi të përbashkëta. Kështu që nuk ndahemi. E gëzuar të gjithë ortodokse, gëzuar festat. Se këto na bashkojnë dhe kështu ka një urim shumë të veçantë, gëzuar. Panairi i Pranverës mbetet kështu jo vetëm një hapësirë për promovimin e artizanatit dhe produkteve tradicionale, por edhe një dëshmi e gjallë e bashkëjetesës dhe e ruajtjes së identitetit kulturor, duke i dhënë Korçës një atmosferë të veçantë në ditët e festës së Pashkës.